Vim te pra ti që të kam thirrur. Zoti Meçe, si e shikon politikën sot? Do të thënë, ka gjëra që nuk janë në rrjedhën e tyre normale apo na duket ne, sepse gjithmonë është tendenca e një brezi që të jetë i pakënaqur me atë që po kalon. Do sot me zhvillimin politike në Shqipëri janë normale, e kanë fjalë normale sepse Rama ka fituar mandatin e 4, PD-ja është mandatin e 4 në opozit, nuk ose ka, nuk do thas gjë, nuk do gjë në politik po, nuk do gjë në PS, nuk do gjë as në PD. Do të ç'është kjo situatë e çuditshme? Jo, shiko, zhvillimi në atë teoritë materialiste që kemi mësuar ne, zhvillohet në mënyrë ciklike, zhvillohet por në themel zhvillimit ka luftën e të kundërtave. Më thëmë, pa patur luftë të kundërtash, nuk ka zhvillim. Kjo nuk është teori marksiste, por është dialektike. E kemi në këtë? Problemi është që në Shqipëri në politik ka humbit dialektika. Më thëtë, nuk kemi luftën e të kundërtave. Pa luftën e të kundërtave, nuk funksionon edhe fenomenet fizike kanë të kundërtën që zhvillohen. Pra kanë pozitonin, neutronin, elektronin. Ka nord-sud, ka ditë-natë, ka të ftohtë të ngrohtë. Të gjitha këto në vetvete prodhojnë atë normalitet dhe harmoni të zhvillimit fizik të ambientit. Je duke thënë që qeveria nuk ka opozit? Këtë do të themi tani. Dhe në qoftë se futem një realitet politik, duhet me dojmos që të kesh dialektik, që të kesh zhvillim, të kesh të dyja. Dhe të jenë të dyja në përmas, e cila në mënyrë të natyrshme është rreth 50% me 50%, mënyrë të natyrshme. Çfarë do të thënë mënyrë të natyrshme? Në një ambient shoqëror ekziston populli opozitar dhe populli pozitar. Pra populli i cili është i lidhur me qeverinë dhe është i përkushtuar me qeverinë, çfarëdo lloj qeverie, dhe populli i cili në mënyrë natyrshme është antagonist me qeverinë. Dhe kjo është prezente në çdo realitet, qoftë në komunizëm ekzistonte një gjë e tillë, por qoftë në demokraci që bëhet më evidente, bëhet më e dukshme. Kështu që prania e këtyre dy poleve shoqërore është prezente, është reale. Kjo ndodh në Gjermani, kjo ndodh në Amerikë, kjo ndodh. Çështja është tani që administrimi i kësaj strukture shoqërore është problemi i partive. Dhe në shoqëri bipartizane, bipartjake, që janë vetëm dy, njëre merr njëra shumicën, njëre merr tjetra me plus minus, edhe po ti shikosh, qoftë në Amerikë, qoftë në vendet që organizojnë mbi dy parti, se përgjithsisht Evropa nuk është e tillë, Evropa organizohet me shumë parti. Shqipëria është tipike e vendit bipolare, bipartjake, dy parti. Dhe si rregull Tani më falë, telefoni pse më nashë regjistron veten tjetër? Po pse më nashë me... E mbaj sepse në qoftë se do të më duhet diçka që më kërkon ti, me njerë direkt. Inxhinier. Po, i përmi fizikor, me gjithë të e ulim për të qenë më televiziv në... Më kështë ndodhe njerë të më dhe në njerë i telefoni kështu në emision. Teknologjia, thuhet. Teknologjia. Kështu që çështja është që në Shqipëri pjesa opozitare nuk po përfaqësohet. Dhe pikërisht tu është prishur balanca dialektike e gjës. Dhe në qoftë se gjithë vëmendja jonë është gjithmonë tek opozita, e shohim që domosdoshmëri në Shqipëri është ngritja e opozitës, e cila ka rënë në nivelet e përfaqësimit. Duke qenë ajo në nivelet prishje e këtij ekuilibri, ka sjellë një prishje të ekuilibrit total edhe të funksionimit të demokracisë në Shqipëri.